Fermerët në Roskovec po braktisin vreshtarin duke zëvendësuar me kulturën e ullirit. Dikur pothuajse i gjithë territori i Kurjanit aty ishte i kultivuar me vreshta, duke e kthyer në shtyllën kryesore të ekonomisë lokale. Nga 100 hektarë sipërfaqe e kultivuar me vreshta sot është reduktuar në 5. Çmimi i ulët i shitjes së rrushit, mungesa e tregut dhe subvencionet e pamjaftueshme detyruan shumë banorë të kësaj zone të braktisin vreshtat. Për arsyen e tregut, për arsyen e punëtorëve, po kryesore ishte tregu. Sot ka ngelur shumë pak gjëra të papërfillshme, ka ngelur për të bërë qefin rreth 5 hektar vreshta. Midis këtyre 5 hektarëve, gati 2 kam rezistuar deri tash. Ndërkohë fermeri Qamil Kuka pohon se përballë këtyre problematikave e braktisi tërësisht vreshtarin për ta kultivuar sipërfaqen me ullinj. Kisha në fillim 5 dylim vresht. Në këto 5 dylim merja goxha 100-120 kujtal rrush. Një pjesë e beja raki dhe verë, ndërsa pjesën tjetër e shisja. Po erdhi një kohë edhe rakia nuk përshkonte, po edhe kilogrami i rrushit arriti, si thash, 250, kështu që arriti që e mbolla ulli. E mbolla ulli, e lash një farkoj ashtu derisa e zuli ulli atë dhe prisha vreshin komplet. Traditën e vreshtarisë u detyrua Taler Menjani dhe fermeri Astrit Abedini. Po e shikonim që e shturp ta thuash po prin 2 lym vresht, ne nuk e shisim dot. Edhe tani dëgjon çfarë do bëhet, është shumë vështirë. E shturp prin 2 lym vresht. Të diskutojmë me shokun, ti thoshë me rakinë, me rrushin me atë. Edhe të gjithë tokat ne kemi bërë ullinj. Unë për shembull personalisht kam bërë të gjitha tokat ullinj. Fermerët thonë se çdo ditë më shumë po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti.